Live from Tirana në Top Albania Radio. Në këtë moment, në këtë të mërkur të datës 18 mars 2026, kam në studio Mikesh të këtij programi, tashmë e cila her pas here na nderon me prezencën e saj, duke shërbyer këtij populli për këshilla të rëndësishme psikologjike që në kohërat e sotme kam përshtypjen që ka nevojë më shumë se kurrë. Loreta Caka, psikologe, mirë se vjen në program. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Kam përshtypjen që me backgroundin, por edhe me zërin tënd magjik do I impaktosh dëgjuesit sot në program për të folur. Unë anonçova pak temën herët në program, po flisën dje bashkë edhe lexova një artikull shumë interesant, I cili hidhte poshtë këtë teorinë që dashuria nuk është fat, siç ne e përshkruajmë her pas here, po ky është fati im, kjo është fati im, e gjitha me radhë. Dashuria ka të bëjë me çfarë bëjmë në jetë, çfarë zgjedhim, pra një manual veprimesh, rregullimesh, pune me veten dhe do të flasim pak sot në program pse disa njerëz nuk e gjejnë kurrë dashurinë e bukur si në filma, atë të vërtetën, atë që të rrit, të vlerëson e gjitha me radhë. Nga t'ja nisim, se ka shumë, dashuria është një temë që mund të flasësh nga të gjitha. T'ja nisim si fillim a është apo s'është fat? Si mendon? Do të çfarë thot psikologjia? Atëherë, është çështje fati deri në një pikë, por është edhe çështja se çfarë ne zgjedhim. Pra, në qoftë se ne njohim veten ton, ne dim se çfarë kërkojmë dhe fatin e zgjedhim vet në një farë mënyre. Pra, ti nuk mund të zgjedhësh dikë që ty nuk të përshtatet me jetën që ti bën. Okej. Por në ditët e sotme ne themi pse s'po vjen fati im. Por a pyesim ndonjëherë në veten tonë, a jemi gati ne për këtë fatin që të vi? Pra a e njohim në veten tonë aq sa duhet që ne ta mirëpresim këtë gjë që do vi? Jo. Sepse dashuria dhe fati në dashuri që ne presim nuk përkon vetëm me dashurinë e bukur të filmave, pra nuk është vetëm ajo fasada që shfaqet në filma apo në rrjetet sociale, që janë sekuenca të shkurtra që gjithë secili mund t'i bëj për 1 minutë video reel në Instagram, gjithë secili edhe mund të shtiret, le të themi, për të dalë kaq bukur dhe për të marrë shumë viewers, por dashuria nuk është kaq e bukur sa në për filma. Dashuria është përditshmëri, dashuria ka sfida, dashuria kërkon bashkëpunim, kompromis, dashuria kërkon ta ushqesh çdo ditë që ajo të lulëzoj dhe mos të vyshkat. Dhe në ditët e sotme kjo gjë nuk ndodh. Sepse ne e presim që secili nga partnerët pret që vetëm të jap. Okej. Femra të jap ose mashkulli të jap dhe janë vetëm marrës, pra, nuk janë dhe donës. Këtë kërkojmë ne në ditët e sotme, dhe vjen një periudhë kohe që kjo gjëja zbehet, nuk është më si në fillim, dhe të gjithë mendojnë që aty stopoi dashuria. Jo, aty nuk stopon dashuria. Nëse ti njeh mirë veten tënde, automatikisht do njohësh dhe partnerin. Kështu që ti je i aftë të japësh dhe ta ushqesh atë dashuri, ashtu si duhet që ajo të lulëzoj. Dhe mos t'i mbetet vetëm ishte fati im I keq që më ra ky partner apo kjo partnere. Fati nuk është se të vjen dhe ti nuk mund ta ndryshosh, e ke dhe ti në dorë. Pra, nëse ti je I fortë nga ana psikologjike, njeh shumë mirë veten tënde, automatikisht mund të njohësh dhe partnerin. Qartë, tani artikulli thotë që sipas psikologëve, arsyeja shpesh nuk lidhet me fatin, por me disa sjellje dhe mënyra të menduarit që mund ta bëjnë më të vështirë krijimin e një lidhje të shëndetshme. Dhe sipas arsyeve që rëndit, e para është frika nga lëndimi. Ma elaboro pak. Po, atëherë, njerëz që kanë pasur trauma ose që kanë vetbesim të ulët, kanë frikë nga lëndimi, kanë frikë që partneri mund të largohet dhe janë njerëz që nuk shprehen shumë emocionalisht. Është trend që ndodh në kohët e sotme, pra njerëz që zhduken pa dhënë asnjë shpjegim. Po, sepse fasadat që ata shikojnë çdo ditë dhe kur nuk ndodh në jetën e tyre është shumë e trisht. Dhe vetbesimi
për hir të vërtetës në kohët e sotme në këtë botë moderne që po jetojmë, sa vjen dhe ulet. Dhe shpesh herë njerëzit shfaqen me vetbesim shumë të lartë, por në të vërtetë ata që shfaqen me vetbesim shumë të lartë janë ata njerëz që kanë vetbesim më të ulët. Kamuflim absolutisht. Mekanizëm mbrojtës. Nuk është gabim deri në momentin që ti nuk lëndon veten tënde. Por kur ti fillon dhe lëndon veten tënde, atëherë ky kamuflim nuk është në të mirën tënde, nuk po i bën më mirë si vetes tënde. Le të mendojnë të tjerë çfarë të duan, pra aq kohë sa ti veten tënde, ti nuk je në gjendje të mbrosh asgjë rreth teje, duke përfshirë këtu dhe veten. Kështu që njerëzit që kanë frikë nga lëndimet apo kanë marrë lëndime më përpara, janë ata njerëz të cilët predispozohen më shumë për të ruajtur dhe për të mbrojtur ndaj atyre gjërave që ndjen. Dhe nuk e lën veten të lirë, pra. Po, dhe nuk e lën veten të lirë dhe nuk japin ato që ato thellë brenda vetes duan të japin në një marrëdhënie nga frika se do lëndohen. Interesante shumë. Domethënë të gjithë sot mendojnë këtë frikën e lëndimit, nuk është askush 100% i vërtetë dhe i dhënë siç duhet të jetë, edhe pastaj është dhe kjo, Lor, nuk e di sa re ke vënë në këtë gjeneratën e re që të gjithë futen me skenare, të gjithë futen me plane. Doja kthej tani se kështu duket më interesante, do bëj këtë se është më mirë kështu, pra ai naturaliteti duket sikur nuk ekziston. Po Ronaldo, sepse në ditët e sotme fatkeqësisht ne jemi dhe një gjenerat e cila po ecim duke kopjuar të tjerët. Nuk mund të kopjosh dashurinë e dikujt tjetër. Si e kopjojmë? Për shembull, ti shikon një çift showbizi në Instagram që poston 2-3 gjëra nga jeta e tyre e përditshme dhe ti mundohesh të jetosh jetën që ata bëjnë. Dashurinë që ata kanë. Pra merr nga ato video dhe mundohesh ti vendosësh në jetën tënde. Po kur ato gjëra nuk shkojnë, sepse dashuria është e ndryshme, ne jemi njerëz të ndryshëm. Sado mund të kesh idhull dikë. Po përveç se është ndryshme, ne nuk e dim se sa e vërtet është. Pikërisht, kjo është thelbësorja që thash rrjetet sociale dhe dashuritë e përrallave janë bërë të bukura për të tërhequr, jo për të jetuar. Dashuria që ne duhet të jetojmë duhet jetë përditshmëri. Sikurse ne jemi në punë, sikurse ne jemi në një marrëdhënie me një shok, me një koleg, që është përditshmëri, jo çdo gjë është në vit të mrekullueshme, sepse atëherë nuk do ketë kuptim. Sikurse çdo gjë në jetë ka uljet dhe ngritjet, ashtu ka dhe dashuria uljet dhe ngritjet e saj. Nuk mund të presim perfeksionin, sepse nëse ne presim perfeksionin, do mbetemi gjithë jetën tonë duke kërkuar. Po lexoj një shprehje nga këto të internetit shumë interesante, e cila thoshte që sa më shumë rritesh, aq më shumë piqesh. Dhe njerëzit e mençur nuk e duan martesën. Kështu që martoni pa u pjekur dhe pa u pjekur shumë, pra është ideja se dhe është vërtet kjo në fakt. Një shumë njerëz si pasi kalojnë një farë moshe, shumë të vështirë kanë të përshtaten apo të gjejnë një partner. Nuk e kanë të vështirë sepse nuk duan. Por sepse njohin veten më mirë. Dhe kur fillon dhe një veten e di se çfarë kërkon. Është problem i madh, se është vështirë. Shikon, ne jetojmë në një botë, Ronaldo, që e kemi shumë të kollaj të njohim shumë njerëz. Por e kemi shumë të vështirë të njohim veten tonë. Sa e bukur kjo, publicitet. Njerëzit në fakt nuk e gjejnë dashurinë e vërtetë dhe në fakt ndonjëherë nuk është e shkruar, nuk është çështje fati, por është mënyra si ne veprojmë, njohim veten, sillemi apo frikat dhe pasigurit që kemi. Dhe në këtë artikullin që ne po diskutonim, arsyeja e dytë që ti e përmendë pak është vetbesimi i ulët. Personat thotë që nuk e vlerësojnë mjaftueshëm veten, shpesh mendojnë se nuk meritojnë një lidhje të mirë. Kjo ndikon në mënyrën se si sillen dhe se si zgjedhin partnerët. Sa e vërtet është? Shumë e vërtet, edhe përpos që mënyrën se si zgjedhin partnerët janë të predispozuar të bëjnë një gabim që nuk duhet bërë. Të zgjedhin një partner me të njëjtat karakteristika nga një partner i kaluar, gjë që nuk është fare shëndetshme. Sepse duke zgjedhur një partner që ka karakteristikat e dikujt që ty të ka lënduar më përpara, pra që nuk ka qenë personi i duhur, përpos që të ul më shumë vetbesimin, sepse ti nga kjo marrëdhënie kërkon që të jetë
më e mirë, më e shëndetshme, dhe ti nuk ke mësuar nga lidhja më përparshme që ke pasur, dhe po zgjedh të njëjtat karakteristika që personi ka pasur, përpos që ti nuk ke mësuar, përpos që ti nuk po vlerëson veten tënde, po i shkakton një dëm shumë të madh. Po ul më shumë vetbesimin tënd dhe po kërkon një të pamundur që nuk do bëhet kurrë. Sepse ti nga kjo marrëdhënie që një herë kishe të dështuar, po e kërkon te partneri tjetër që ka të njëjtat karakteristika me partnerin që ti ke pasur, po kërkon një marrëdhënie për rallash, atë marrëdhënien perfekte. Nëse ti nuk mëson nga gabimet e tua, asnjëherë nuk do rrisësh vetvlerësimin tënd, vetbesimin tënd. Nga çdo marrëdhënie që ne dalim, gjëja e parë që duhet të bëjmë është të punojmë me veten tonë. Të njohim frikrat tona, të njohim dobësitë tona, të njohim çdo gjë që ne na bën të ndihemi keq. Pra kur ne të dalim aty para pasqyrës dhe të flasim me veten tonë, se nuk është gabim, të dalësh para pasqyrës dhe të flasësh me veten tënde. Gjëja më e mirë që mund të bësh. Sepse është vetmi që nuk të tradhon. Dhe gjatë kësaj bisede ti të nxjerrësh ato pika që ti duhet të forcosh. Ato pika që ti duhet të ngrihesh, ato pika që ty të bëjnë të ndihesh mirë para çdo lloj njeriu. Kjo është padyshim sfida më e madhe që kanë shumë njerëz. Po, por kjo është e vetmja e vërtet që ti të ecësh përpara dhe të jesh mirë. Dgjoj, Lor, se më erdhi në pyetje në mendje një pyetje. Pse ndonjëherë disa njerëz nuk duan të ikin nga lëndimi? Pra po ti shohësh, për shembull, ti bën rrugë të gjatë me një shoqe, me një shok, e kupton, edhe pavarësisht se lidhja ka kohë që ka mbaruar, e çon playlistën muzikore i destinuar të shkojë tek baladat e trishta dhe çan kot aty dhe thotë që kjo dashuri, si kjo dashuri, ndërkohë ajo ka mbaruar, ndoshta dhe mund të jetë shëruar, por nuk do të iki, se ndonjëherë kam përshtypjen disa njerëz i pëlqen kjo lloj dhimbje. A kam gabim? Tani ju pëlqen. Në një farë mënyrë po ju pëlqen dhe ju pëlqen sepse fatkeqësisht ata nuk janë të shëruar. Nëse një person është i shëruar, nuk ngelet aty, nuk ngelet pas. Kur ti shërohesh me veten tënde, kur ti zgjidh të gjithë atë ekuacionin e madh me veten, i kujt ishte faji, pse ndodhi, çfarë shkoi, pra bën një logjik të gjithë gjës, pse arriti ajo marrëdhënia aty, dhe ti e pranon me veten tënde. Edhe nëse ti ke faj, edhe nëse partneri ka faj, thjesht u mbyll. Kur ti bën paqe me veten tënde, çfarëdo lloj muzike në sfond të jetë, nuk përjashtohet fakti që mund të kujtohet X person, por nuk lëndohesh, nuk qan, nuk ndihesh keq me veten. Po pra ndonjëherë duket sikur duan të qajnë se i pëlqen si gjë i shijon. Ose përdorin të shkuarën për të qarë për të tashmen. Mund të jetë edhe kjo. Base. Nuk duan ta pranojnë, mund të jenë në një situatë të vështirë, por mendojnë që është tepër herët për të qarë për atë dhe kamuflohen me po qaj për situatën e shkuar. Se njerëzit janë të çuditshëm, janë shumë kompleks për të kuptuar. Po të zbërthesh edhe po të futesh në brendësinë e gjithsecilit, do zbulonim gjëra që do na trondisnin. Gjithsesi, një tjetër arsye që rendit artikulli që shpjegon faktin për njerëzit që nuk e gjejnë dashurinë e vërtetë është mungesa e hapjes emocionale. Dashuria kërkon komunikim dhe ndarje emocionesh. Njerëzit që e kanë të vështirë të hapen emocionalisht shpesh e kanë më të vështirë të krijojnë një lidhje të thellë. E vërtet? Shumë e vërtet. Kur ti nuk pranon si fillim me veten tënde, pse ti nuk po pranon emocionet e tua, ndjenjat e tua. Duke thënë, nëse unë jepem shumë, ai do më marr për dobësi. Në një marrëdhënie duhet jesh, kur ta nisësh duhet jesh shumë i lirshëm. Jep çfarë ti mendon. Ndonjëherë dëgjojmë atë frazën që të dëgjosh zemrën është gabim, se zemra ecën me ndjenjë. Zemra dhe truri janë të lidhur bashk. Logjika punon dhe kur ti ke ndjenja.
se sa koshient je ti përdorësh Por dhe në fakt është ndjes shumë në kohërat që jetojmë. Është mirë të jepesh, të jesh vetvetja, të jesh 100%. Nëse ti një veten tënde po. Është okay tu. Po, nëse ti një veten tënde po, sepse Pra edhe nëse nuk ta vlerëson një ditë të jetë poshtë. Dëgjoj Ronaldo, në jetë ne edhe në shoqëri zgjedhim persona që mund të na zhgënjejnë. Të zhgënjehesh në jetë, të kesh ups and downs është mëse normale. Kështu që se ti po kamuflon atë që ti ndjen për brenda për një X person, mendon se po ruhesh, po shpëton se ai nuk e di. Po ti me veten tënde do vuash. Po, e vërtet, fakt. Sepse dhe se ndodhet edhe kjo tjetra, kur personi largohet, ti me veten tënde thua, po sikur ta kisha provuar unë, të isha treguar, po ti nuk ke më kohë, kaq ishte koha mbaroi. Pra, ti duhet të njohësh veten tënde shumë mirë çfarë ti kërkon dhe ke shumë të thjeshtë të selektosh njerëzit që do në jetën tënde. Është shumë kollaj, me një bisedë shumë të thjeshtë, pa dashur të shprehesh shumë, 2-3 pyetje shumë të thjeshta, ti mund të njohësh se çfarë do dhe çfarë nuk do te një person. Por duhet të punojmë shumë me veten. Gjë që në ditët e sotme e thash edhe një herë në fillim, është shumë vështirë ta njohësh veten, sepse ne kemi shumë frikë të pranojmë dobësitë dhe frikrat tona. Nga e vërteta, uroj shumë ta kuptojnë edhe mirë ne që kemi hequr mbi supe edhe është thënë gjithmonë shpesh nëpër ekrane që prindit tanë janë heroin, janë heronj, kanë bërë çdo gjë për ne, por ndonjëherë kam përshtypjen që pavarësisht që janë munduar të bëjnë çdo gjë për ne, kanë bërë të gabuarën, jo se kanë dashur, por se nuk kanë ditur. Dhe uroj shumë që ky brez i ri prindrish që po prindëron këtë kohë, të rrisi mirë fëmijët e tyre, që mos të vuajnë pasojat që ne po vuajmë sot. Ne na mësuan abetare, na mësuan tabelën shumëzimit, na mësuan gjeografin, por nuk na mësuan kur si të punojmë me emocionet tona, nuk na mësuan kur të mos kemi frikë nga refuzimi. Nuk na mësuan kur se të kemi një vetbesim më të mirë. Përkundrezi, gjithmonë na kanë krahasuar me atë djalin e filanit që mëson më mirë në shkollë. Nuk na mësuan kur se si është një temë aq e gjatë që mund ta ridiskutojmë një moment tjetër, por lidhet gjithmonë në fakt me atë që ju thoni, me atë që psikologët ndërkombëtar dhe terapistët thonë, fëmijëria. Mosha 0 deri në një periudhë kohe është shumë e rëndësishme, edhe një jo e gabuar nga prindrit, por edhe një po e egzageruar nga prindrit, tregon shumë mënyrën si ne dashurojmë në jetën tonë. Në qoftë se në dashuri ti duhet të njohësh veten tënde. Duhet të njohësh fëmijën brenda vetes. Në prindërim ti duhet të njohësh veten dhe fëmijën që ti ke brenda vetes tënde. Që të prindërosh është sfida më e madhe që çdo njeri mund të kalojë. Brezat e sotëm, duke qenë se krijojnë martesa shpesh shumë të hershme në vrullin e asaj dashurisë së bukur, të fillimit. Shpesh herë harrojnë që të prindërosh nuk është njësoj si të dashurosh një person dhe të lëndohesh dhe të ngrihesh. Dhe prindërimi nuk ka të bëjë vetëm me blerjen e qumshit apo vitaminave. Absolutisht, ka të bëjë me të gjithë brumosjen që ti jep fëmijës. Fëmia është fiks si ajo plastelina që ti jep në dorë fëmijës për të formuar një figurë. Fiks ashtu është, derisa ai të rritet, ti e brumos dhe jep fiks atë formën që ti do, që ai të jetë shumë i mirë për veten e tij në radhë të parë dhe për gjithë komunitetin në radhë të dytë. Por shpesh prindrit bëjnë shumë gabime sepse tek fëmia ata duan të shohin atë që nuk kanë parë te vetja e tyre. Dhe ky është gabimi më i madh që ata bëjnë. Egoizmi të pruar mbase. Ose ndoshta çështje emocionale e pa përpunuar gjatë viteve. Me shumë mundësi, pa. Publicitet. Shumë interesante dhe më vjen mirë që gjithmonë flitet për këtë, që sa herë flitet për dashuri në këtë studio, por edhe kudo tjetër, dhe në artikull që lexoj, gjithmonë fokusi shkon tek fëmia i vogël, tek fëmia i vogël brenda nesh, se si na kanë trajtuar, se si
jam përkujdesur për ne, e kjo në fakt tregon mënyrën si ne dashurojmë ose modelet e dashurisë që zgjedhim në jetë. Më vjen një pyetje shumë instinktive, fjala bie, viktimat e narcisëve. Pra, gocat kryesisht janë viktima të narcisëve. Pra, narcisizmi është edhe tek femrat, por më i predispozuar se gjinia maskullore. Si janë arritur të goca në fëmijëri që janë kaq shumë lehtë pre e meshkujve narcisist? Të rritesh pa dashuri, shumë kollaj të biesh prej një narcisisti që është manipulimin e ka pikën e tij më të fortë. Tashmë e dim që narcisistët manipulojnë në mënyra të frikshme. Pra ti mendon kur një narcisist në fillimet e marrëdhënies, po. Madje unë mendoj që në këtë ndjes, në këtë si e thon, kualifikimet që duhet kesh për të futur Big Brother, të jesh disi narcisist, se edhe lojën kam përshtypjen mund ta manipulojnë bukur. Absolutisht. Se manipulator dhe në për të dashurisë, besoj. Në çdo gjë që ata i rrethon në jetën e tyre. Big Brother është një lojë manipulimesh. Okej, absolutisht. Tani duke qenë se ata në fillimet e një marrëdhënie japin shumë, më shumë se duhet, pra ti kur një narcisist mendon që princi kaltër ekziston, pra dashuria e bukur e përrallave ekziston. Ata jepen 100% derisa ata të fusin ato kthetrat e tyre dhe pastaj ti bësh thjesht një marionetë e tyre dhe kjo goca si është, pra këtë më shpjego pak mua ti, si është rritur kjo në fëmijëri, si është trajtuar kjo në fëmijëri që bie kaq lehtë pre e narcisistit? Pa dashuri. Pa dashuri. Pa. Shpesh mungesa e dashurisë, mungesa e ati informacione që prindrit duhet të japin, të kontrollit të ndjenjave, të emocioneve, të njohjes së vetes, çfarë ti duhet të duash dhe çfarë jo, si të njohësh një person, cila është e mira dhe e keqja. Pra biseda që për të vërtetës edhe në fëmijërinë më përpara, po edhe në fëmijërinë sot mungojnë shpesh herë. Duke qenë se fëmijët dalin në jetë të pamësuar nga gjëra të tilla, pa informacionin e duhur, se tani ti nëse pret shkollën apo të lexosh artikulli nuk të shfaqet aty kur ti njeh personin. As shkolla nuk të bën ty me dije, do të japi leksionin kur ti e ke personin përballë. Pra këto gjëra paraprakisht duhet ti mësohen fëmijëve. Sikur se duhet të na ishim mësuar dhe ne. Që jemi një brez që për të vërtetës nuk është se kemi pasur një komunikim shumë të shëndetshëm me prindrit tanë. Po thuaj se e munguar. Absolutisht. Sa më shumë ta mësosh ti fëmijën tënd për ato gjëra që do i vyje në jetë, aq më i mirë do bëhet ai kur të dalë në jetë. Mos u mundoni të thoni fëmijës çfarë do bësh ti kur të rritesh. Çfarë profesioni do zgjedhësh ti? Zgjidh këtë se ky ka treg pune, kam shumë të ardhura etj. Mësoni fëmijëve si ata të njohin veten, sepse duke njohur veten e tyre, mund të njohin dhe personat që kanë përballë. Shumë veta tani që po na dëgjojnë ose po na ndjekin do thonë, po si mund të mësoj një fëmijë gjëra kaq të thella? Çdo gjë është graduale. Një fëmijë nuk rritet nga mosha. Ashtu siç i mësojnë në Big Brother dhe sportin, pra dëgjoj fëmijë në lagje që din çdo gjë nga Big Brother, ti mësojnë dhe sepse fëmijëria nuk stopon në moshën 1 vjeç, 2 vjeç. Ndonjëherë mua më duket sikur përtojnë, nuk dua të jem paragjykues, por ti lësh tabletin një fëmije 2 orë, 3 orë, më duket zgjedhje, nuk më duket pamundësi. Unë e kuptoj që ritmi është shumë i shpejtë. Jetesa është bërë shumë e shtrejtë. Pra, po flasim edhe për prindërimin aktual. Po, absolutisht. Por nuk e di. Në ditët e sotme, me që po flasim për ditët e sotme, unë mendoj që kemi prindër të pa kohë dhe fëmijë të palumtur. Fëmijë të cilët e vetmja gjë që din janë lojrat elektronike, të parit çfarë ata duan pa kontroll të prindërve. Pra mund të shikojnë çdo lloj gjëje në internet. Kam parë. Dhe nuk din lojra që për hir të vërtetës, edhe pse prindit tanë nuk bënin këto bisedat shumë të vyera, por lojrat ne kishin. Po të dalim unë dhe ti tani në Tiranë të pyesim fëmijë
të lagjeve të ndryshme të Tiranës, nëse e kanë parë një lop nga afër, dyshoj që mund ta kenë prekur një lop nga afër. Se të mos shohësh një gjiraf që nuk kanë në Shqipëri është okay, po këtu nuk kanë prekur ende kafshët, pra nuk e çojnë fëmijët aty ku duhet çuar. Se duket si një budallëk, po kjo ka të bëjë direkt me empatinë, zhvillimin e empatisë. Shiko, fëmijët në ditët e sotme Ronaldo frekuentojnë më shumë kafet sesa të shkojnë në një teatr, të shkojnë në kopësht zoologjik, të shkojnë në një kopësht botanik. Do thuash ti në Shqipëri këto nuk është se po s'ka nevojë mos i çoj fiks në kopësht, çoj në mal, në një fshat. Po fshatra kaq shumë të aksesueshëm në Shqipëri. Duke qenë se dhe fermat janë hapur pafund. Po. Është një biznes në luzim. Dgjoj. Çfarë duhet të ketë kujdes një prind sot që edhe të mos rrisi një fëmijë që të jetë viktimë e narcisizmit, por edhe të mos rrisi një narcisist. Se kam shënë do të jetë një fije holl aty që duhet bëjmë pak kujdes me, Absolutisht po. Kur ti thua fëmijës tënd, je i bukur, nuk mund t'i thuash që ti je më i bukur i botës. Interesante kjo. Ti je i bukur, ti je i mirë. Bravo për atë që bëre, duar trokiteni pas çdo gjëje të mirë që bën, qortojeni jo duke ngritur zërin, po duke i thënë që këtë gjën e ke bërë gabim babi ose mami, sepse kjo gjëja bëhet në këtë mënyrë, është mënyra e duhur, por nuk ka problem, herën tjetër do e mësosh më mirë. Bashkëbisedimi në mënyrën e duhur rritin fëmijë të shëndetshëm. Mënyra si ti do i drejtohesh, si ti do i qasesh, krahasimi që ti mund t'i bësh, rrit një fëmijë që o do bëhet narcist, pra nga vlerat e shtuara që ti do japësh, sepse në qoftë se ti një fëmijë ose nga vlerat e munguara, mund të rrisësh një fëmijë që do ketë vetbesim të ulët. Që do jetë viktimë e narcizizmit apo në një shoqëri që mund ta keqëtojë ose shoqëria në ditët e sotme shumë e egër. Është shumë e egër. Absolutisht. Sot jemi kthyer më shumë në vetjak sesa në social. Përdorim shpesh termin jemi social, por kur vjen puna për të qenë social, kam shënë që nuk jemi dhaj social. Unë personalisht te kjo gjenerata që po rritet, shoh një mungesë të theksuar empatie. Në mënyrën si e trajtojnë njëri tjetrin, në mënyrën se si sillen me një kafshë, mund ta shohin aty në lagje, me mënyrën se si sillen ndaj moshës së tretë. Pra këtyre fëmijëve, ai mëson njëri, ai merr njëri këto fëmijë të çojë në një azil pleqsh. Të kujdesë një herë. Pra, këto mini, nuk e di unë se di as ka kemi ministri arsimit tani, sa ai shumë janë ndërruar, është turp të them, po më vjen keq ndonjëherë për se po kalojmë nga dashuria tek fëmijët, po janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, Ronaldo, fëmijët a kanë atashimin e duhur kur ata janë të vegjël me nënën dhe me babain? Çdo gjë nis nga një atashim i sigurt. Nëse një fëmijë i mungon atashimi i sigurt, empatia absolutisht do mungojë. Kur prindrit nuk të japin ty empatinë e duhur, kur nuk të japin atë dashurinë e shëndetshme, normalisht që do mungoj për çdo lloj gjëje që ti do hasesh në jetë, qoftë për njerëzit, qoftë për kafshët apo për moshën e tretë. A di çfarë më ka bërë një përshtypje Lor, kam qenë në Theth, po shkoja për të vizituar nga fshati këtë Syrën e Kaltër, edhe ishte një çift i huajsh polak, nuk e di diçka e tillë, me biçikletë, babi dhe mami, dhe djali e tyre po ashtu me biçikletë dhe bie rrëzohet, del dhe pak fare gjak tek gjuri. Një prind shqiptar do të shkonte me ulërima, me vrap dhe mund të qërtonte, ndërsa ato ishin oh, it's okay. Pra, ja bën aq të lehtë dhe ai fëmia çojtërisht nuk qau dhe më bëri shumë përshtypje. Sepse çdo gjë është psikologjike, Ronaldo. Nuk ka ato ditë. Dhimbjet fizike bëhen më të mëdha kur dhimbja psikologjike është më e madhe. Po. Kështu që kurse ne të rrëzoheshim ne. Të kam thënë një herë, mos ec ashtu, të kam thënë shife rrugën. Bëj këtë se janë të rënda, por që mos kalojmë me këto terma, po që përdoren dhe terma të tillë. Po domethënë të marrim këto të lehtat që të kam thënë një herë, ti ecën pa kujdes, ti nuk shikon rrugën, je i pavëmendshëm, se ke mendjen aty. Po si të kam mësuar unë, si të kam ndërkohë që mund mos i kesh në fare asgjë nga këto. Në 60 sekonda, këshilla e fundit që ke për të gjithë ato që vuajnë, por dhe jo vuajnë nga dashuria aktuale, vuajnë nga
një rend i mirë kronologjik, pra, një pas një dhe nuk e gjen atë dashurinë që ndoshta meritojnë të gjejnë. Çfarë duhet bëjnë pra? Të përmbledhur. Nuk mund ta themi formulën kaq bukur, por hapat. Atëherë, si fillim, të punojnë me veten. Të rrisin vetëvlerësimin dhe vetbesimin që kanë tek vetja. E dyta, që duhet bëjnë, të mësojnë të thonë jo. Është shumë e rëndësishme. Të thuash jo mund të lëndoj tjetrin, por mund të të ndihmoj ty. Dhe para vetes tënde, asgjë nuk është më e rëndësishme. Mos prisni kurrë fatin sepse të tjerët thonë ti nuk pas ke fat, nuk të erdhi dashuria. Dashuria më e madhe që ne kemi është dashuria për veten. Në qoftë se ne mund të jemi dhe një marrëdhënie, por dashuria ndaj vetes tonë mungon, atëherë ne jemi të dështuar. Sa më shumë të punojmë me veten, sa më shumë të themi jo, aq më të shëndetshëm do jemi ne. Dhe aq më të dashur dhe të pranuar do jemi në shoqëri. Lor, të falenderoj shumë që ishe në program edhe të fut në një seancë terapie të bukur ty në fakt. Unë harrova për një moment që po prezantoja se ke këtë zërin shumë unik edhe të paqt, do të thoja. Faleminderit që ishe në program. Faleminderit shumë për ftesën, për fjalët dhe për gjithë mundësitë. Të uroj një të mërkur të bukur, mërkur, sot po. Një të mërkur të bukur në vazhdim. Okej, këtu ka përfunduar dhe ky program. Për ditën e sotme, ritakimi jon i radhës do të jetë sërish nesër me të tjera tema interesante të ftuar po ashtu. Faleminderit për kohën dhe për vëmendjen. Kalofshi të bukur. Top Radio.